diskutim dhe votim automatikisht mocionin për debat, ndërkohë pasi kemi dëgjuar një folës pro kërkesës për mocion, pra mocionit për debat, do të dëgjojmë dhe një folës kundër, 10 minuta, do të jetë Ministrja Evis Sala. Urdhro? Zoja Ministre mund ta marrë fjalën në çdo moment, zoti Bulikbashi. Ministre e merr fjalën në çdo moment. Fjala për Ministren Sala. Fjala për Ministren Sala. Nuk du... Ministre. Mundem? Faleminderit, zoti kryetar. Nuk dua të hyj në debatin e procedurës së parlamentit, nuk dua të bëj politik me dhimbjet e pacientëve. Pak javë më parë kam pranuar një sfidë të madhe. Sfida nuk është vetëm sfida e qeverisë dhe imja si Ministre Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, por mbi të gjitha është sfida ime personale. Si mjeke, pasi e kam filluar karrierën time pikërisht në atë spital onkologjik. Pikërisht në atë spital ku këto ditë kam prekur çdo skut. Kam takuar pacientët, familjarët, mjekët, infermierët, sanitarët, pa zhurmë dhe pa media. Sfidat ekzistojnë dhe ne jemi duke vepruar. Vetëm 3 ditë më parë, Këshilli Administrativ ka aprovuar rialokimin e një fondi për 200 milion lekësh për të adresuar zgjidhjen e nevojave urgjente me banë onkologjike në QSUT. Gjithashtu, me propozim të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, në projekt buxhetin e vitit 2026, që pritet të kalojë në kuvend pas pasditësh, vetëm për banat onkologjike është akorduar buxhet i dedikuar prej 1 miliard lekësh. Kjo është një risi. Problemet nuk zgjidhen me retorikë politike, apo duke luajtur me emocione dhe dhimbjet e pacientëve. Zgjidhen me dedikim, punë e bashkëpunim. Angazhimi im ka qenë dhe është i qartë. Çdo pacient që vuan nga sëmundje onkologjike do trajtohet me trajtimin e duhur, me protokollet bashkëkohore. Ky proces ka nisur, nuk ka kthim mbrapa. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë, sipas nenit 98 rregullores, pasi dëgjuam një pro dhe një kundër në lidhje me mocionin e paraqitur nga një grup deputetësh të Partisë Demokratike, hedhim në votim mocionin për debat me kartona të hapur. Kush është pro? Zoti Balluku. Kush është pro? Numëroni votat. Kush është kundër? Për procedurë zoti Balluku. Këlliçi. Unë e di që e keni mendje ke tuneli Palloshit, nuk keni... Rezultati. Sekretaria. Si është rezultati? Rezultati, sekretaria. E keni rezultatin apo të... Unë e di që e keni mendje ke tuneli... Hedhim dhe njëra atëre, ju lutem bani kartonat pak më gjatë që tuneli Palloshit nuk keni faj, po që të kemi mundësi të lapsus. E di, zonja Balluku ka një merit në fakt që na ka shpik një mikrotoponim të ri. Tuneli Llogaras nga sot quhet tuneli Palloshit, kështu që ka një merit madhe. Por me që patëm një bisedë. Kush është kundër? 26 pro, 54 kundër. Atëherë rrezohet kërkesa për mocion për debat. Lidhur me interpelancën
Zoti Balliu, ju kam kthyer një përgjigje dhe nuk kishte përfshirjen e ditës, sepse vetëm nëse deputeti ka ankesë apo kundërshtim për përgjigjen, përfshihet në rendin e ditës. Unë nuk kisha një përgjigje nga ju, tani e ka marrë, natyrisht do ta keni drejtën të argumentoni 10 minuta. Unë po i komunikoj kuvendit edhe shkresin që ju kam çuar, pra argumentet pse nuk e kam pranuar interpelancën. Kthim përgjigje, zoti Klevis Balliu, pranë kuvendit të Shqipërisë është protokolluar kërkesa e një grupi prej 7 deputetësh me numër 3227 protokolli, datë 3/11/2025 me objekt kërkesë për interpelancë urgjente me zëvendës kryeministren dhe ministër për infrastrukturën dhe energjinë, zonjën Belinda Balluku. Bazuar në nenin 80.1 e Kushtetutës dhe pika 97.1 e rregullores kuvendit për dhënien e shpjegimeve dhe informacioneve lidhur me procedurat e prokurimit publik me objekt ndërtimi tunelit të Llogaras. Edhe pse e drejta për interpelancë përbën një instrument themelor të kontrollit parlamentar, të garantuar nga neni 80 i Kushtetutës dhe nenet 96 e vijues rregullores kuvendit, ushtrimi i kësaj të drejte duhet të respektojë parimin kushtetues të ndarjes të balancimit pushteteve, i cili kërkon që kuvendi të ushtrojë funksionet e tij kontrolluese pa ndryrë në kompetencat që kushtetuta dhe legislacioni në fuqi u kanë njohur organeve të tjera shtetërore. Në këtë kuadër, edhe jurisprudenca e gjykatës kushtetuese ka theksuar se kontrolli parlamentar përfshirë dhe interpelancën duhet të zhvillohet në mënyrë që të mos cënojë pavarësinë e pushteteve të tjera dhe të mos ndryjë në veprimtarinë që janë objekt i procedurave gjyqësore apo hetimore në zhvillim. Referuar objektit të kërkesës paraqitur, konstatohet se ajo lidhet me një çështje aktualisht në hetim nga Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK. Në këto kushte ndryrja e kuvendit përmes zhvillimit të interpelancë që binte ndesh me parimet e pavarësisë së organit të akuzës dhe me ndalimin e çdo ndikimi në proceset hetimore të garantuara nga Kushtetuta dhe ligji për prokurorinë. Për këto arsye, pra, në përputhje me atributet që më njeh neni 89.3 e rregullores kuvendit, vlerësoj se zhvillimi i interpelancës urgjente të kërkuar është i pamundur për të realizuar. Në bazë të nenit 89 rregullores, zoti Balliu keni të drejtë deri në 10 minuta për mendimin tuaj. Të nderuar qytetar, e vërteta është se arsyeja themelore pse nuk preferohet që të diskutohet kjo çështje me Belinda Balluku